Në ambientet e shkollës 9-vjeçare Spille për herë të parë u organizua promovimi i librit dhe ekspozita kushtuar Vullnet Dedeit, futbollistit, trajnerit dhe mësuesit që la gjumë të pashlyeshme në sportin dhe edukimin shqiptar. Në këtë aktivitet morën pjesë drejtues të shkollës, mësues, nxënës shkrimtare, gazetar, ndërta Fatmire Fica, Ramazan Hushi, Alime Hoxha, Dorina Tafa dhe Gretilda Ballabani. Në ateljen e tij Ariel Dedei ideoi dhe realizoi ekspozitën për vjetorin 20 të indarjes nga jeta e Vullnet Dedei, me mbi 100 fotografi, piktura dhe punime grafike që rrëfejnë jetën dhe karrierën e tij. Ky projekt mori mbështetjen e Bashkisë Kavaj dhe Drejtorisë së Kulturës dhe Sporteve. Arieli tha për Drita Televizion se me këtë punë dua të sjell figurën e babait tim për publikun, jo vetëm si futbollist, por edhe si një kryefamiljar i devotshëm, edukator dhe qytetar model. Ky projekt është një mënyrë për t'u transmetuar brezave të rinj vlerat e tij sportive dhe qytetare. Ne do të kishim përfunduar me rastin e 100 vjetorit të Besës, ne do të kishim projektin të përfunduar, pra do të ishin të treja botimet në ditën e sotme, por faktikisht për arsye teknike, objektive, subjektive të gjitha bashkë, kemi nxjerrë vetëm botimin e parë të këtij projekti. Jemi në proces edhe në 2 botimet e tjera. Një jetë dedikuar futbollit, ku do të jetë një libër që pasqyron komplet karrierën futbollistike të Vullnet Dedeit në procesin e të shkruarit, por edhe historinë e Vullnet Dedeit nga familja e tij, pra kush është origjina e tij, familja e tij, si u rrit, si shkoi tek Besa, ndërsa libri tjetër është një libër gjurmë në kohë. Libri gjurmë në kohë është një libër faktikisht që është si një manual i një jete të dedikuar futbollit, sepse flitet vetëm për fotografi, që nga familjarët, rritja e Vullnet Dedeit, kalimi tek ekipi i parë i Besës, tek luftëtari i Gjirokastrës dhe tek Lokomotiva e Durrësit, që sot quhet Teuta. Për realizimin e ekspozitës mora shkas nga një fëmijë i rritur pa baba në moshën e adoleshencës, ku realisht shumë të rinj ka nevojë për prindin, babain, edhe mungesa e Vullnet Dedeit tek unë kalon një boshlik ose një hendek shumë të madh, të cilën jam munduar, pavarësisht se jetën nuk e kemi në dorë, po ne kemi mundësinë t'i kujtojmë njerëzit, sepse njerëzit faktikisht vdesin atëherë kur ne i harrojmë, por ekspozita dhe botimi i librit, le të themi se kur na sjell një lloj pranie të Vullnet Dedeit në ambientin familjar, në ambientin shoqëror dhe në ambientin sportiv. Ëndra e Vullnet Dedeit ishte që djali i tij të ishte futbollist, por ironia e fatit, ose le të themi koincidencë e fatit, sepse ishim në një moshë relativisht, Vullnet Dedei në moshën 16 vjeçare filloi të shkëlqente me ekipin e Besës, ndërsa Arieli u përball me një situatë krejt tjetër në moshën 16 vjeçare, ku babai i tij ndroi jetë dhe u desh të fillonte një, le të themi, një drejtim krejt tjetër. Nuk është se ishte angazhimi sportiv para atij familjar, sepse mora shumë përgjegjësi familjare në një moshë fare të vogël, në moshën 16 vjeçare, ndërkohë që po t'i bëjmë paralelizmat midis Vullnet Dedeit 16 vjeç dhe Ariel Dedei 16 vjeç, jemi në 2 situata të kundërta. Kjo nuk është një justifikim që unë them që nuk u bëra futbollist se fati deshet ishte e tillë, por le të themi kanë ndikuar shumë faktorë, arsye të cilat u detyrova që edhe të tërhiqesha nga futbolli. Në ekspozit morën pjesë edhe futbollistë të vegjël që pan përpara syve të tyre shembullin e një nxënësi të shkëlqyer që paralelisht me shkollën Spikati, edhe në fushën e lojës me fanellën e Besës së Kavajës. Një dëshmi se arsimi dhe sporti ecin bashk duke ndërtuar njerëz të kompletuar dhe me vlera. Rrëfimi i jetës së Vullnet Dedeit është historia e një njeriu që i kushtoi gjithçka sportit dhe brezave të rinj. Ai lindi në Kavaj në vitin 1949 dhe që në moshë të re u dallua si talent i jashtëzakonshëm. Karriera e tij përfshiu ekipet Besa e Kavajës, luftëtari i Gjirokastrës dhe Lokomotiva, me qindra ndeshje kombëtare e ndërkombëtare, duke arritur suksese historike për futbollin shqiptar si pjesëmarrja në Kupën e Kupave Europiane. I njohur për përkushtimin e tij, Vullnet Dedei ishte i pari që shënoi golin në stadiumin e sapo inauguruar Besa të Kavajës dhe gjatë karrierës u vlerësua me titull si mjeshtër sporti, krenaria e Kavajës dhe nderi i qytetit. Përveç fushës së blertë, ai dha kontribut të çmuar edhe si mësues i edukimit fizik dhe trajner, duke themeluar klasat e parasportive në Kavaj dhe duke fituar trofe në nivele kombëtare e rajonale. Shkolla sportive Fiqiri Kurti që ai drejtoi u dekorua 2 herë me medaljen Naim Frashëri për rezultatet e arritura. Pas viteve 90 ai vazhdoi si trajner dhe edukator duke fituar trofe edhe jashtë kufive. Për bashkinë dhe komunitetin, Vullnet Dedei mbetet një figurë që bashkoi pasionin dijen dhe qytetarinë. Sot portreti i tij zëvend qendror në bulevardin e Kavajës mes 100 legjendave të klubit sportiv Besa në kuadër të 100 vjetorit të krijimit të tij, një kujtesë e gjallë për një jetë të jetuar me pasion dhe ndershmëri.